Zoti Kraja, ne besojmë se ky alfabet dhe gjuha e organizuar prej tij përfaqëson, sipas nesh, artefaktin më cilësor për transmetimin dhe ekzistencës së kulturës pellazge. Ç'e mendoni ju për këtë punë? Po pa diskutim, që këtë thot vet Han, që Han është një nër albanolog më të shquar që ka pasur gjithë kontinenti tonë. Por edhe Falmerajer e thot shprehimisht që ky shqiptarët janë pasardhës të pellazgëve, nuk ka thot dyshim. Dhe alfabeti që sot thot ai përdorin dhe ato që quajnë veten grek thot është e marrë pikërisht nga shqiptarët e lashtë, nga pellazgët që janë zanafilla e qytetërimit tonë. Pellazgët ishin banorët e parë që ishin të hapur në gjithë kontinentin tonë, sidomos të pjesës mesdhetare dhe jugore të Evropës, por dhe atë qendrore. Prandaj ne hasim shumë herë atë kundërshtim e disa skeptikëve të cilët të thonë, po si është e mundur, pas kemi pushtuar gjithë Evropën. Ne nuk pushtuam gjithë Evropën, po ne ishim në gjithë Evropën. Dhe ne vazhduam duke u kurrë. Pra, duke u kurrë dhe mbetëm ato që jemi sot. Por ne jemi një popull i jashtëzakonshëm dhe historikisht kemi qenë kështu. Ne që edhe në kohën e mbretit gjigant që kishim ne, që ishte Aleksandri i Madh i Maqedonisë. Ai përhapi një kulturë, por nuk përhapi kulturë greke apo helene, pasi nuk ka gjurmë në lindjen e mesme apo në lindjen e largët të kulturës helene. Nuk ka asnjë gjurmë, është vetëm një prallë e sajuar me vonë. Ai përhapi atë identitetin e fortë i lirë që kishte, ai kishte idenë që të bëj një ndërthurje rasash në atë kohë, aq sa i urdhëronte ushtarët e tij që të martoheshin me gratë vendalie. Dhe gjithë ato që janë në zonën sot që ne i dim në Hundës e mëtej, janë gjithë, si thua, mbetjet e ushtrive të Aleksandrit të Madh në atë kohë që i la pas asaj që aty ndodhi, që dim ne. Por ne as në antikitet, as në kohët moderne, ne nuk kemi qenë një popull që kemi një popull gjenocidal, një popull që kemi bërë gjenocid me popull tjerë. Dhe këtë na kanë marrë për dobësi, ama. Ne kemi bërë shumë mirë që nuk kemi hakmarrë kurrë, por na kanë marrë dhe përsërisht pra për dobësi. Ne na kanë bërë që na kanë bërë shqitan jugor me çamët e ngratë që i morën i sakatuan dhe ne kishim aty një grush minoritar dhe nuk ju prekën një flok. Një flok nuk ju prekën. Kjo tregon qytetnim. Por ama ne na marrin për dobësi edhe këtë. Ne kishim rastin e Kosovës, e shqiptarëve në Kosovë, në Dardanin tonë, që i kanë 200 vite që i persekutojnë, që ishte nga Nish Nishi, që ishte qyteti Konstantinit të Madh. Janë 4 milionë gjysmë shqiptar të zradikuar, të hequr nga territori tyre në periudhë 2 shekullore, të nisur drejt Turqisë dhe Matan. Dhe ne nuk u hakmorëm, patëm rastin masi hyri NATO-ja që të hakmerreshin për herë të parë paktën ndaj tyre. Dhe shumë mirë bëm që nuk u hakmorëm, por ama këtë na marrin prapë për dobësi. Ne kemi një vend që na ka masakruar për 500 vjet. Dhe ne nuk kemi dëgjuar një herë që të na kërkojnë falje për 500 vjet robëri. 500 vjet persekutim, na kanë mbyllur gjitha shkollat. Ne kishim universitet që në shekullin e 14, ne kishim shkollat tona, gjimnazet tona, ne kishim zhvillim industrial në atë kohë, ne kishim zhvillim, kemi një sistem shkollor, kishim një sistem rrugor, kishim një infrastrukturë dhe na shkatruan gjithçka dhe ne vazhdojmë sot i thojmë dhe popull vëlla. Pra ne kemi një memori shumë të shkurtër dhe kjo ne na fut në atë krizën e sotme të identitetit. Pasi kemi 2 gjëra që ne duhet t'i ndrojmë me forcë brenda nesh, secili brenda vetes vet. E para, të jemi mirë njohës ndaj atyre që na ndihmojnë. Ne i harrojmë ato që na ndihmojnë shpesh. Ne nganjëherë harrojmë ato që na bëjnë mirë. E ky është një dobësi, është një gabim i madh. Por harrojmë në të njëjtën kohë, harrojmë dhe ato që na persekutuan. I harrojmë dhe ne i falim. Si mund të përqafohemi ne me zëllëmsin e Miloševićit? Si mund të përqafohemi një njeri që i ka duart të dim se ku i ka? Në gjakun në martirin e mira shqiptarëve të Dardanis, sepse ishte në sistemin asaj kohe. Pra si mund ne të japim përqafime këtyre njerëz? Si mund të pranojmë të ulemi në tavolinë me to? Si mund të pranojmë që të jemi mes tyre dhe të japim barazi? Përpara se ato të kërkojnë falje. Po duhet kërkojnë falje dhe të dëmshpërblejnë këdo për ato dëme që i kanë bërë Shqipërisë. Ne kemi përsërisht prapë njerëz që na kanë vrarë, na kanë përsekutuar, na kanë zradikuar nga toka jonë. Janë me qindra dhe mijëra arbresh të hequr nga territori tyre dhe ato e vuajnë akoma sot sepse thonë lam gjithçka.
lam shtëpie katandi, lam vëllezër dhe motra dhe ikëm këtej. Pra, këtë ne nuk kemi kërkuar kur që ta bëjnë fshirit tanë. Ne nuk kemi sot bust të Pirros. Pirro i Epirit ishte një mbret legjendar shqiptar, nuk kemi një bust në gjithë territorin tonë. Nuk kemi një statuj të Aleksandrit të Madh. E kemi atë të Mitsotakiosit. E kuptojmë se sa negative është një gjë e tillë. E kuptojmë se sa dëmshme është për kombin tonë kjo. Pra ne duhet kemi pra atë vullnetin tonë që të fillojmë të korrigjojmë nga vetvetja jonë gjithçka. Unë shumë herë kur shkoj të flej bëj vështirësi dhe të flej nga i herë, sepse them e bëra sot detyrën time dhe adheutim. Pra nëse ne bëjmë vetëm një herë në ditë, marrë dhe një herë në javë, të vetes tonë, koshiencës tonë, nëse jemi mirë me veten tonë, pasi e bëmë, e quam një pikë ujë në mullirin e vendit tonë, ne atëherë do e bëjmë vendin tonë ashtu siç duhet. Ne kemi në projekt, jo jap edhe juve në një lajm që kemi në projekt në ditët dhe në muajt që do vijnë, në projekti që është Shqipëria 2030. Shqipëria 2030 ne do të kërkojmë të sensibilizojmë gjithë shqiptarët tanë kudo janë ato që të fillojë një rikthim jo masiv, por gradual i shqiptarëve në tokën e origjinës. Pasi nuk mund të vazhdojmë ta braktisim atë tonë, sepse është vendi më i bukur që ka bota. Duhet filluar nga unë i pari, nga shumë shokë miq që kam. Pra do fillojmë të bëjmë hapat e një rikthimi drejt atë. Na keni me vete. Sepse braktisja që është bërë atë është katastrofike, sepse ne kemi sot dëshminë dhe më shkruajnë shqiptarë, sidomos nga fqinjtë tanë jugor, më shkruajnë në mënyrë të vazhdueshme. Më shkruajnë kur marrin në shqetësinë e atij vendi. Ato i detyrohen sepse ndryshojnë mjemrat. Një Koçi me kishte quar pasaportën e tij shqiptare Koçi dhe pasaportën e tij të vendit fqinj jugor Koçi. Pra një tjetër mbiemër më ka quar një tjetër që e kishte Cani dhe nga Cani ja kishin bërë Cani, TSANI. Pra TSANI ai është puro i atij shtet pastaj, të paktën në brezin që vjen ai hub çdo gjurmë. Pra kjo duhet të mbaroj dhe kjo mund të mbaroj kjo gjë qesharake që dojnë na grabisin dhe sot ditën për diell njerëzit tanë sepse kanë probleme demografike, por është e papranueshme një gjë e tillë. Të marrin shembull nga një shtet që është me të vërtetë shtet mik, që është Italia. Pra këtu është ajo ideja që thash part të asaj memorie kolektive që ka një zanafill historike. Nuk të shtrëngon askush të ndrosh mjemrin, qëndro shqiptar, pavarësisht se ti mund të marrësh në qetësi. Nuk ka asnjë ndjekje, asnjë përsekutim, asnjë dyshim mi bën karrierë shqiptar duke pas mjemrin ashtu siç ja ka dhënë baba i vet. Dhe ndaj ju bethirje që është shkelje të drejtave të njerëzit, bashkëdhetarëve tanë që marrin në shqetësim në vendin fqinj të jugut të rezistojnë, pasi konventat evropian, konventat internacional, konventat e Komunitetit të Bashkimit Evropian e ndalojnë rreptësisht ndryshimin e mbiemrit për arsye të marrjes së nëshësisë në një vend apo një tjetër. Pra këtë duhet me njëherë ne që ta vëmë në dukje dhe të bëjmë thirrje bashkëdhetarëve përsëris, sepse janë vetë shqiptarët arvanitës që më shkruajnë që është për to një problem pasi po zbulojnë sot me plot energji atë të kaluarën e tyre të mohuar dhe nuk dojnë që të përsëritet dhe në brezat e ri të shqiptarëve të sot. Zoti Kraja, Zoti Kraja, a mendon se ka ardhur koha që shqiptarët t'i kërkojnë institucioneve kyçe të Europës apo ndoshta edhe të botës, po më shumë dhe UNESCO-s, për shumë gjëra të para, a mendoni se e meritojnë shqiptarët të qenurit mbrojtje nga UNESCO si gjuha shqipe, duke qenë se është vërtetuar katëcipërisht me 42 institute të botës që ne i zotrojmë. Ndoshta juve do nxitoni pas disa minutash, por neve kemi një pjesë tonë në program që vazhdojmë. 42 institucione të ndryshme të paktën këto 30 vjet të fundit, suedez, danes, austro-hungares, austriak, gjerman dhe i fundit Instituti Max Planck amerikan, e nxjerrin gjuhën shqipe 8500 vjet të vjetë, e të parën të gjallë. Po kështu e parë Gjubleta, po kështu e parë Lahuta, nuk është rasti, po kështu e parë Fustanella, po kështu e parë Qiftelia, po kështu e parë këngët epike,
600.000 vargje që i kam mbledhur Prishtina si Nezir Ymeri, nese. Pra, atëre për gjithë to që duken shumë, po që e meritojnë të kenë një mbrojtje, jo në konkurrencë me shtetet kemi ne fqinj edhe jugore verior, por me atë që është realitet historik. A mendoni se me vërtet do drejtojmë UNESCO-t pavarësisht se janë shumë, po që kërkojnë mbrojtje, të paktën morale, apo të paktën materiale, shpirtore jo shpirtore? Patjetër, ja, një lajm i fundit është ajo e koncesionit që ka dhënë qeveria helvetike, qeveria zvicerane, për profesorët e universiteteve të tyre të glotologjisë, të gjuhësisë, ka dhënë të parin transh prej 1 milion franga për të bërë studimin në gjenesë të gjuhës shqipe. Pasi gjithë ato që ju bëni, ato që unë bëj, ato që bëjmë gjithë ne që, si thash parë, hedhim ujë në vullirin ton, të kombit ton, të adheut ton, mos kujtojmë se i në vesh të shurdhër. Ato ne kemi për gjitha gjërat që ne bëjmë përgjithësi i përkthejmë dhe në gjuhë tjera, sepse aty është fortësia atyre, pastaj që të marrë informacion direkt dhe i dërgojmë në mënyrë të vazhdueshme pranë institucioneve dhe zyrave përkatëse. Dhe ka një sensibilizim në këtë aspekt, ka një sensibilizim aq sa ja të jap atë që po ndodh sot tek fshirët tanë jugor. E kanë kuptuar që gjuha shqipe është gjuha e parë e kontinentit. E kanë kuptuar që gjuha shqipe është e pamohueshme sepse ajo nuk mundet të kalohet dhe të supozohet që ishte një gjuhë e krijuar siç mendon akademia jon fatkeqësisht mbas Krishtit, por është shumë në zarafillën e njerëzimit, është shumë më herët. Prandaj ato çfarë po bëjnë tash? Ato kanë shpikur teorinë e re, një teori krejt absurde dhe qesharake. Dakord thojmë, shqipja është gjuha më e vjetër, u kuptua ajo është pasardhëse pellazgjistes. Dhe kjo është varianti i fundit që ato po japin. Por shqiptarët ran nga hëna, nga marsi, ato nuk e thojnë se nga se nuk dihet nga ran, dhe morën nga arvanitasit gjuhën shqipe të sotme, pra që ishte pellazgjishtja. Pra shqiptarët sot flasin gjuhën që morën e vollën, thojnë, nga arvanitasit, dhe arvanitasit të tërhoqen në fshin ton jugor. Dhe i lën territorin shqiptarëve. Pra e kuptojnë, por një të vërtet ka kjo. Zarafilla që po pranojnë dhe ato që gjuha shqipe është pasardhëse pellazgjistes, e ilirishtes, e epirotishtes dhe e maqedonses. Dhe kjo është një vërtetësi tashmë që po përqafohet dhe po mbështetet nga gjithë akademitë kudo që janë. Por për të arritur aty, i dashur Sazan, ku pretendon ti në mënyrë legjitime që të jenë gjitha institucionet ndërkombëtare që të arrihet të bëhet hapi final për ta listuar në librin e mrekullive, në librin e pasurive botërore të UNESCO-s, për të arritur aty ne duhet rrallëfar të rregullojmë punët në shtëpinë tonë. Ne nuk mund të esim me dy shpejtësi. Njëra shpejtësia jonë që është e dashnorëve të vendit tonë, e studiusve që me gjak dhe zemër dhe shpirt japin gjithë shka për të mbrojt identitetin tonë, dhe në krah tjetër kemi atë që frenon që është ai zyrtar. Është ai që është me frenë dorë. Dhe duke qenë me frenë dorë, pastaj dhe bota nuk e din se cila është e vërteta. Pasi ka një konflikt të brendshëm. Ne duhet rrallëpar që të sensibilizojmë dhe një ditë të zgjojmë nga gjumi ato që e kanë për detyrë në Shqipëri prej 100 viteve. Unë nuk i vej kish në askuj, pasi ajo që unë nuk bëj dot kurrë është politika, sepse një adhëtar duhet të rrijë larg politikës, sepse politika është ajo që e mbyt pastaj. Dhe është detyrë ime dhe unë nuk i vej kish në askuj, por unë di në koshiencën time që studimet e bëra nga Çabej dhe gjithë banda atyre të shiturve me kohë me vakt janë në shërbim të agjenturave të huaja që kanë sabotuar qoftë çështjen gjuhësore shqiptare, qoftë historinë shqiptare, kanë dashur ta varrosin përjetësisht, por fatllumsi Shqipëria u hap, na u dha mundësia që të shkojmë, të hulumtojmë nëpër arkiva dhe është drithëruese, sepse gjithë ajo që na kanë mësuar është në kundërshtim me vërtetësinë historike të kombit tonë. Ja të jap tash edhe një lajm që për ju duhet të jetë diçka me interes. Në udhëtimin e fundit që bëra në Kalabri, kam marrur kontakt me një ndër pasardhësit e heroit ton kombëtar, Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Dhe i kam kërkuar atij disponibilitetin, pra gatishmërinë për të bërë testin e DNA-s. Ne do të shkojmë deri në fund asaj çështjes së gjetjes së eshtrave të heroit ton kombëtar. Ato, sipas gjitha burimeve, unë që në vitin 2002, kur kam botuar librin
fushatën e Italisë së Skënderbeut. Ja, ky është libri që kam botuar në vitin 2002. Kam prezentuar në gjitha institucionet të ndryshme dhe për Evropë, në qytete të ndryshme, në organizata të ndryshme, e gjitha, ju them diçka, nuk e kam prezentuar kur në ambasadën shqiptare. Pra, unë nuk e njoh ambasadën shqiptare, njoh zyrat e UNESCO-s, njoh ministrit e gjitha shteteve pothuajse, isha tash në Londër, në bibliotekat më të mëdha, në akademi, në gjithandej ku shkoj, nuk kam hyrë asnjëherë në ambasadën shqiptare. Pasi asnjëherë nuk më ka thënë kush, zotëri, do vish se kemi fest flamurit paktën, hajde pije i kafe edhe ti se ca libra për Shqipërinë, për Adheon Toni ti Birthday, apo libri i perandorëve, 24 perandor në krye të Romës, ja. Është botuar 5 herë në Itali, 5 herë. As një prezantim deri në Vatikan e kam prezantuar dhe nuk është prezantuar as edhe një herë të vetme në instancat e ambasadave tona. Pra kjo është trishtimi jon i madh. Kjo është ajo që ne duhet na vras si Po sikur institucionet ne tona. toftojmë, Alban,